Erblin Osmani është një super talent që po lind në botë. Vetëm 16 vjeç, shqiptar nga Kosova, me nënshtetësi gjermana me sa di unë, edhe natyrisht Kosovës, është lojtari i parë shqiptar që një mosh kaq të vogël, vetëm 16 vjeç, vëllezër e motra, ka debutu sot me Bayern e Munihut. A e kuptoni se çdo të thot kjo, vetëm 16 vjeç. Një lojtar shqiptar i lind në Kosovë, që jeton në Gjermani, ka debutu sot në një nga skuadrat më të mëdha të botës, me Bayernin e Gjermanisë, vëllezër e motra. A e kuptoni ju se çdo të thot të kesh një lojtar vetëm 16 vjeç në historinë tonë kur s'ka ndodhur, që të luaj për një nga skuadrat më të mëdha në botë dhe ka luajtur sot, vetëm pak ditë në ndajnë nga kualifikuesët. Kosova do të ndeshet me Sloveninë, me play-offin. Shqipëria do të ndeshet me Poloninë. Unë nuk i di rregullat, nëse është e mundme mrena kaq pak ditëve të ftohet ose nga skuadra, nga kombëtarja, unë e quaj përfaqësuesi e Kosovës, ose nga kombëtarja shqiptare me një herë. Në qoftë se ne nuk e bëjmë sot këtë, të jeni të sigurt që në qoftë se ky do të vazhdoj talentin siç e ka, ne s'do ta marrim kurrë. Gjermania nuk do të na lejojë. Mos presim se kemi prit gjithmonë që të bëhen talentet të rriti moshën. Ai ka luajtur sot me Bayern e Munihut. Moshën e ka arrit 16 vjeç. Nesër do të jetë tepër vonë, të ftohet nga këta skuadrat e kalamajve, të moshës vet. Po të ftohet direkt të kombëtarja që të mos refuzoj. Të ftohet direkt ose tek përfaqësuesja e Kosovës, ose tek kombëtarja, edhe t'i rezervohen të paktën vetëm 2 minuta të futet në lojë që të kemi të sigurt një herë e përgjithmonë që t'jetë joni. A i mundet që të bëhet talent i madh siç është nis për të bë? Pele, si e ka ky bosnjaku i Suedis, Ibrahimovic, Zhegrov, apo Broj, që na e vrasin çdo sekond, se Brojën e kemi një, apo Muçi që po shkëlqen. Ne kemi sot një talent që s'duhet ta humbi vetëm nëse e marrim në këtë ndeshje urgjentisht. Ai idioti, nuk është fajti, po mrena notës presidenti duhet t'i ndia pasaportën nëse e merr Shqipëria, nëse e merr Kosova, aq edhe më mirë, edhe se Kosova do ketë një sulm fantastik po tjetë në formë nëse do kemi në Sloveni, Moric, Zhegrov edhe Vesnik Aslan. Në qoftë se këto tre do t'jenë sulm, edhe në qoftë se këto tre do t'jenë formë, pastaj kemi atë që do dilte edhe s'doli Milot Rashica, një super yll dhe s'ka dalë për fajet e federatës, se kur ishte fëmijët e shkëlqente, ja pren krahet këto maskërit e federatës shqiptare për zunë atëherën nga evropiani, si që kanë bërë maskarëlliqe gjithmonë ke federatë e Dukës, por vëllezër e motra. Sa do doja ju që gjoni po të kishin mundësi t'i bonit presion me njëherë këtyre dalkaukeve, këtyre maskarinjeve të federatëve, këtyre që ta marrin me njëherë, me na 2-3 ditëve. Ndoshta Shqipëria s'ka kohë me këto burokratliqet të janë nxjerrin pasaportin me na orë ose me na ditëve, por Kosova të paktën duhet ta marrë. E ta ketë qoftë edhe për 1 minutë në Sloveni. Ky është 16 vjeçari. 16 vjeçari nga Kosova që sot ka debutu
me një nga skuadrat më të mëdha në botë, Bayernin. Uroj, mos e humbim. Por me maskaret që kemi në federata, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, kam shumë frikë se do ta humbim, e kur t'i bjerë mendje këtyre, do t'jetë tepër vonë. Sa më gjoka ju përshëndet.